Takojmë në këtë arenë muzikore ku të gjithë kemi vetëm një mision, të këndojmë me muzikë, ritëm dhe ndjesi magjike. Ndërsa fjalkalimi për tyrë në botën e Kënga Magjike 2025 është Be Magic. Në 25 vite revolucion në muzikën pop është zbatuar një ligj i pashkruar që këngëtarët të cilët rikthehen të mos përsërisin veten. Sot të tre artistët big do të rikthehen ndryshe, por do t'ju mbaj edhe pak në netet e pritjes. Duke u kujtuar se deri në përfundim të episodit dhe deri në fund të javës, këngët mund t'i votoni në faqen e internetit këngamagjike.com. Kujdes, për secilën këngë mund të votoni vetëm një herë. Çfarë ndodhi javën e kaluar? Ja edhe një herë fragmentet e 6 këngëve pjesëmarrëse. Kategoria Big, Gjibani me Kënga Magjike. Martina Sereqi me këngën Kilometra. ADN, Rovena Dilo dhe Gena. Jenë trupi ti në socialist. Nga kategoria New Artist, Leandra Godaj me këngën Stacion. Jandrina Sheu me këngën Nuk t'lus. Dhe Troy Band me këngën Digjem. Është momenti të nisim zyrtarisht javën e 4 të konkurimit me 3 këngëtarë të cilët shkëlqejnë kur këndojnë live. Artisti që do të hapë siparin debutoi në vitin 2019 ku jetoi magjinë e skenës, ndërsa në edicionin e kaluar zëri i tij çoi në këmbë sallën e pallatit të koncerteve. Sot rivjen por si big Jet. Mirë se vjen. Çfarë të kujtoi kjo skenë, më thuaj pak. Po, më kujtoi ato emocionet e vitit kaluar, por vitit kaluar isha një artist, kështu që nuk quhet. Më fal, vitet e kaluar isha një artist, ndërsa tash ti. Po nuk e di pse ndjem akoma si një artist, nuk e di pse kam atë ndjesinë akoma. Okej, kënga jote Paranojak është pasaporta jote, por për cilin motiv në jetë ti e bër paranojak? Atëherë për mendimin tim, vetë jeta të bën paranojak. Dhe unë kam pasur, mund të them, pjesën e dashurisë ku ke zhgënjimet apo problemet me besimin. Në dashuri e fundit si ka qenë, e mirë apo? Po, grop. Okej. Atëherë, me qenë se dashuria e fundit ka qenë grop, cilën anë të personalitetit tënd do doje që ajo ta njihte më mirë? Energjinë time, unë kam një tip që unë përcjell shumë energji pozitive dhe kam një humor paksa të çuditshëm. Po pse nuk e kuptoj ajo? Ku di unë shkreti ka të botën e vet ajo, nuk kishte qef të më njifte më tepër. E kuptoj. Tani kush ka qef aktualisht? Jo, s'kemi për momentin. Nuk ka për momentin. Jo. Shqyr zoti kena kalu ato halle. A pse janë halle? Halle zemre. Na duhet një kardiolog. Nëse dikush që të ka fiksim, do të këndonte një varg nga kënga jote e tanishme, këtij vitit. Cilin varg do dojet që të këndonte? Sa do them që s'kam ndjenja për mrena, unë thena ftyra më tradhton. Si titullohet kënga jote? Egoist. Egoist, po në jetë ja je egoist? Për mirë, jo për keq. Do të thënë në pjesën e ambicieve, po. Jam shumë ambicioz, do shoh vetëm larg. Atëherë shiko larg tani dhe na këndo këngën me titull Egoist, Jet. Po t'lej me shkoty, nuk ti dhe sa mu e më shti. Se jam i mushë me rena, po shpirti ty t'kërkon. Sa do them që s'ka ndjenja për mrena, unë thena ftyra më tradhton.
shme më fal, me të shoro në dita, po në lëm shmenimet e mia, po më qe frika, mos me pas munduar të mia, donsa, 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 po më ti donsa, 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 po mos me plas edhe ti vjer pa fal. S'munesh me m'tash kur do të thom fal. Donsa, zemër donsa, me dhimbjet e mia ti e donsa. Apo këson tash ty bota, ti kur unë ty e sa ti mu do me mi kthy krejt qatë kom po. Po nëse pa ti do me shku atje po t'le. A munesh me më fal, me të shuru nuk dita, po në lëm shmenimet e mia, po më qe frika, mos me pas munduar të mia, donsa, 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 pa më ti donsa, donsa, donsa. E ti unë jam tërgu pak egoist, e si t'kam bo më ndje nuk ma kani, ka menua ty do jesh duke m'prit, vetës nuk kam e po më qe frika, mos me pas munduar të mia, donsa, 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 pa më ti donsa, 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 no. Egoist nga Gjet. Urime. Shumë faleminderit. Urime i dashur. Faleminderit. Gjet. Nëse Gjet na solli rrymën R&B, artiste e dytë Big ka eksperimentuar më shumë se asnjëherë në karrierën e saj, sepse do të vi me një balad rock. Kur ajo erdhi për herë të parë në Kënga Magjike, ishte viti 2011. Data dhe kalendarët u bën vite dhe sot pas 14 vitesh vjen sërish Denisa Gjezo. Përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Komplimenta. Do rajon e Peqit. 14 vite pa u takuar. Çfarë ka ndodhur me ty që nga viti 2011? Çfarë nuk ka ndodhur? Në atë vit jam diplomuar në Universitetin e Arteve, jam bërë nënë e 2 çunave. Edhe Kesh me jetë. Si kanë emrat? Dion dhe Aksel. Sa vjeç janë? 12 edhe 7. 12. 12. Pas ke cituar me një herë sa mbaroi Kënga Magjike. Okej. Përveç muzikës së lehtë, je këngëtare shumë e dashur dhe muzikës qytetare. Nëse do të zgjidhje vetëm mes një angazhimi, ansamblin popullor ku ti je tani, apo një kontratë premtuese në muzikën e lehtë, cilën do zgjidhje? Është shumë e vështirë sepse unë gjatë netëve live këndoj të dyja. Është si të zgjedhësh midis nënës dhe babait. Kështu që muzika popullore më jep rënj, janë themelet tona, ndërsa muzika e lehtë më jep krah. Tani, edhe Gjirokastrite, edhe mama qunash, në familje, në cilin moment bëhesh fjalë ëmbël dhe në cilin bëhet bish? Bish nuk e kam treguar asnjëherë përveç se në skenë. Jam gjithmonë ëmbël. Po u gati. Zëri saj tani do të ushtojë në Kënga Magjike me këngën Si e më Denisa Gjezo. A e disa njerëz sot më than për ty, nuk ju kemi parë më bashkë të dy, ju të dy. Pse se pranon
Asnjë si dilën ndimet e mia, pse se besoj. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, edhe zemrën tu ma thy. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Se vetes unë ja them në sy, e ti s'mundesh me më ty. Vetes unë i them që s'jem më ti, nuk je tani, si e arsye ti për çmenduri. Unë e di pse po më thon, asnjë si dilën ndimet e mia, ti se beson. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, edhe zemrën tu ma thy. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, e zemrën tu ma thy. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, edhe zemrën tu ma thy. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, e zemrën tu ma thy. Se jam duke shkrujt për ty, qaj për ty, vuj për ty. Sjellotët tu mi pa në sy, edhe zemrën tu ma thy. Sjema, Denisa Gjezo, faleminderit. Këngëtarja e fundit big vjen si qetësia para stuhis. Gjithmonë dita ndes skenën dhe rikthehet një kampione e cila me zërin e saj e ka merituar fronin në muzikën shqiptare. Juliana Pasha! Ja, mirë se vjen. Jul, sot këndon përballë të rinjve që janë plot ëndra, por për çfarë do të tregoj atyre që ti thua ja kam dalë? Normalisht të gjithë ata që janë ngjitur në këtë skenë të rinj, ngjiten me një synim për të bërë dikushi, për të përcjellur emocionin që duan, për të përcjellur muzikën që duan, që e dëshirojnë, që e kanë pasionin e tyre. Unë realisht ja kam dalë të përcjell vetveten, të përcjell Julin gjithmonë kur jam gjitur në skenë, kështu që do vazhdoj të jem Juli edhe asgjë tjetër. Shiko, tani dritat fiken, merr dorë trokitet, këndon dhe kthesh në shtëpi. Çfarë bën pastaj? Do gatuaj për burrin? Patjetër që po. Shiko, ti dhe Altini, me që se përmënde, jeni si një trup i vetëm, por sikur vetëm për një ditë të ndryshonit rolet. Çfarë nuk do bënit si njëri tjetri? Vështirë këtë, kjo është pak e vështirë. Më bure në mendime tani. Okej. Nuk e di, besoj... Nuk e di Altine. Shikon Ardit, më mund t'i kam Altinin. Kështu që ndoshta ja këtë. Atëre përveç Altinit, cili është ajri në jetën tënde? Së pari është Perëndia, është Zoti ai që na drejton, na mbush çdo ditë me ajër, çdo ditë me frymë, është ai që na bën të zgjohemi, na bën të flem. Edhe së dyti patjetër që është familja, edhe vetëm familja. Pa familje nuk kam ajër, nuk kam ku shkoj. Kështu që Me një shpirt ballkanik, plot ritëm dhe zjarr, ajo ka bashkuar element të folk, si kujdes të rënjve, me element pop për të prekur të ardhmen. Ajër nga Juliana Pasha. faleminderit.
Thuj ku e gjete, ku m'gjete ti, t'më japësh dhimbje, t'më japësh mërzi. Ikën e kthesh, s'më bën më çudi, lutem mos thesh, si më the beti. Mos m'lëndo më shumë se do e marr, do e fjerun zemrën ti me zemër, zemrën ti me zemër. Më jep pak ajër, më jep pak ajër, më lër mua për të marr, se dashnia më çoj zbar. E më jep ajër, më jep pak ajër, mos ma le buzën më tha, s'dua të shkoj ti të dua. Gadal po shyten në mëkatin tënd, tani po vyshken si më shkon shkëm. Çdo lëvizje jotja tani po më trëmb, m'dan veç një fije nga një muzikë rënd. Mos m'lëndo më shumë se do e marr, do e qerrun zemrën ti me zemër, zemrën ti me zemër. Më jep pak ajër, më jep pak ajër, më lër mua për të marr, se dashnia më çoj zbar. E më jep ajër, më jep pak ajër, mos ma le buzën me u tha, s'dua të shkoj të të dua. Dashti trego a më do, dashti trego ti qa do, nga ty jo nuk dua të shkoj, mos më lër të shkoj. Ti më mësove të dashuroj, ti më mësove çdo gjë që diu, ti e kranori që ndëroj, ti e unë, më jep pak ajër, më jep pak ajër, më lër mua për të marr, se dashnia më çoj zbar. E më jep ajër, më jep pak ajër, mos ma le buzën me u tha, s'dua të shkoj ti të dua. Hey, yeah. Faleminderit shumë. Ajër, po edhe zjarë. Nga Juliana Pasha. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit. Ky ishte Ari që sollën 3 këngëtarët big në javën e 4. Por magjia nuk mbaron në kaq, sepse sipas formulës që Denisa Gjezo dhe Juliana Pasha do t'i bashkohen jurisë e kategorisë New Artist. Mos harroni të votoni me yje këngën tuaj të preferuar në faqen zyrtare këngamagjike.com ose bëni follow në Instagram Kënga Magjike Official. Pas pak minutash, të gjithëve ne na pret Anna dhe energjia e New Artist. Publicitet. Është koha për tinguj të rinj, është koha të japim historisë së këngës ngjyrat tona. Ju jeni familja e madhe Kënga Magjike dhe mirë se vini në kategorinë New Artist. Kjo kategori ka shpirtin e garës, ka lutjet në prapasken, zërat fresh dhe hitet e reja. Javët kalojnë shumë shpejt dhe çdo javë për mua është një eksperiencë unike. Nuk do pushoj nga falenderimet për mbështetjen tuaj, por edhe për mentorin tim, për atë që më jep besim, forcë e mbi të gjitha dashuri, Ardit Gjebrea. Ana e dashur, jeti që kur publiku të pranon, forca kryesore janë vetëm ata, sepse çdo kush në këtë botë është pjesë e një zinxhiri ku jep dhe merr. Ne japim art dhe spektakël, dikush tjetër na jep ushqimin, dikush veshjet, një tjetër na shëron, një tjetër na mëson nëpër shkolla, dikush na udhëheq, dikush na mbron, një tjetër ndërton, pra jemi pjesë e një jete ku ne plotsojmë njëri tjetrin dhe është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë pjesë tek ata të cilët tek ne gjejnë veten dhe thonë, po, ti je pjesë e jetës time. Kjo është sfida ime, dhe jo vetëm tani, por për gjithmonë. Dhe në javën e 4 të lutem më lejo të të them diçka. Patjetër. Ti je vajza jote, vërtet është bukur, është edhe fat.
por edhe më e vështirë, pasi në momentin e parë, le ta themi, paragjykohesh, dhe mos mendosh që e kam të lehtë, por do punoj fort që ta meritoj besimin tënd dhe mbi të gjitha besimin tuaj. Tani filloj me këngët? Po filloj me këngët, patjetër. Feel the energy, music is the answer, kanë qenë 2 nga mesazhet e hashtagut Kënga Magjike, të cilët na kanë ofruar edhe më shumë me njëri tjetrin. Por e tashmja I takon fjalës magji dhe me hashtagun Be Magic nisim javën e 4 të kategorisë New Artist. Bashkë me ne janë edhe ata të cilët gjykojnë ftohtë, studiojnë çdo element dhe japin mendime unike, sepse kështu është juria e këngës magjike. Jo më larg se vjet, e gjithë salla këndonte bashkë me të, dhe në kategorinë New Artist ai vendosi një trend, pasi kudo dëgjoi kënga Paranojak. Po sot, si do t'jetë në vlerësim? Jet! Jeta e saj artistike është skalitur në këtë festival, por në pozicionin e jurisë, sido që të vlerësojmë, ajo ditë jap me shumë fines leksione e suksesi për të gjithë të rinjt. Jonida Maliqi. Faleminderit. Çdo argument I tij është si një hartë që tregon vetëm rrugën e dur. Shoku më I mirë I fjalës, I humorit të hollë dhe I mendjes së mpret, Enkel Demi. Ajo nuk është kampione vetëm në këngë, por edhe kampione jurie. Është antarja e parë e jurisë që në vitin 2016, profesioniste, inkurajuese kur duhet dhe e rrept me zero tolerancë për skenën, Juliana Pasha. Eksperienca në netët e live-it bën që ajo të lexojë emocionet e të gjithë artistëve të rinj. Po si do t'i vlerësoj? Denisa Gjezo. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Tani unë kam edhe një as në mëngë, tek regjia, paralel me jurin që duket, është edhe një prej të trejave. Vota e saj do të marrë vlerë në javën e 10, ku bashkë me Enkelin, Jonidën dhe antarit e tjera misterioze, ajo do të përzgjedh një artistat e ri të cilët do të kalojnë në pallatin e koncerteve. Ky tani është një sekret që unë e ruaj akoma për vete. Pa problem, se shkova tek regjia dhe e përqafova. Madje dhe falenderova që në emisionin e saj... Jo, mos I trego të gjitha, nuk është momenti të japim detaje, edhe pak kohë do ta zbulojmë, prit, mos na prish punë. Lidhem pak tek regjia, përshëndetje. Hey, si je? Deshe zbuloja në emisionin tënd, por okej, shpëtuam dhe për pak që të mos marrim dhe kaq shumë indikacione. Jemi gati për sot? Nuk jemi gati. Jemi, mu duk sikur e tunë në kishtë kështu, jo, nuk jemi. Okej. Mezi pres mendimin tënd, do të japim kështu në mënyrën misterioze kështu se nisëm deri tani. Okej. Vazhdojmë. Ndërkohë, nuk janë sekret 6 këngëtarët e kësaj jave që mezi po presin të këndojnë për ju. Këngëtarja e parë vjen nga Vlora. Nuk do t'i këndoj kaltërsisë së detit, por zjarrit të dashurisë. Në Kënga Magjike 2024 fitoi të drejtën për të votuar dhe për t'u votuar. Si mendon juria, a e meriton ajo që të kaloj në kategorinë Big për gjithmonë? Sigurisht që pa e dëgjuar këngën nuk do na e thonit dot. Ndaj e ftoj me këngën Terminal, Fiorella Xhaferaj. Më pëlqen kapelja. Si kanibal zemrën e ndaje, se sot ajo është e plot me lot. Në plak më freqaje, se dhimbja nuk po e mbaj dot. As nuk ka kujtu melankolia, e doja kuptoja pa fjall. Ftot aku po mkrija, si pa mua jeto. Le të shkoj në errësi, le të digjet palam të mi. Allegri për ne të dy, stia ka me pas një dit. Zemra sot në fluturim, jam po ku në
fluturim, jam bloku në terminale pa kthim. Ajër, kërkoj, e mbytur sot, as këvënd as kalon. Zemër ku i ke, rëndimet ku i le, shko. Çfarë sigurie, bravo. Anë qam ka kujtu melankolia, e doja, kuptoja pa fjall. Ftot, aku po ngrija, si pa mua jeton. Le të shkoj në errësi, le të digjet palam të mi. Allegri për ne të dy, stia ka me pas një dit. Zemra sot në fluturim, jam bloku në terminale pa kthim. Allegri për ne të dy, stia ka me pas një dit. Zemra sot në fluturim, jam bloku në terminale pa kthim. Vedi dashuria pa përgjigje, kush nga ne të dy ka faj. I ke u venite si një hije, pa ty, pa jet, sot jam. Allegri për ne të dy, stia ka me pas një dit. Zemra sot në fluturim, jam bloku në terminale pa kthim. Pa kthim, zemra sot në fluturim, jam bloku në terminale pa kthim. Faleminderit. Çfarë kënaqësie! Faleminderit, shumë emocion. Më duket një hap i mirë drejt të qenurit Big, ë? Po, shqyqyr se ngelëm tek një artist. Denisa, pse u vonove kureshtarja? E di pse? Sepse u futa në botën e saj dhe përjetova bashkë me të. Edhe harrove që janë tar Julje. Më pëlqeu shumë. Faleminderit shumë. Jul, Për Fiorelën realisht do doja ta kisha shtypur edhe më shpejt, po kisha dëshirë ta dëgjoja më shumë këngën, ta dëgjoja më shumë Fiorelën. E meritonte që ta shtypja butonin jeshil që në notat e para sepse ishte realisht në top form. Faleminderit shumë. Jonit, E dashur erdhe me kaq vetbesim, interpretimi, erdhi çdo gjë kaq organike, nuk e di se sa eksperiencë vite ke në sken, por dukesh si ato vajzat që i rritur në sken dhe vërtet më le përshtypje shumë të mira në të gjithë komponentët e një materiali muzikor. Faleminderit shumë. Jet, Për një moment më duk sikur ishe me playback, thash si është kaq e pastër, kaq e sakt, si ka mundësi. ish komplimenti më i mirë që të marrë një këngëtar. shumë. Dhe Kelly, Është këngë tipike e muzikës lehtë shqiptare. Domethënë është një vazhdimsi në 2025-ën e vlerave më të mira që ka muzika e lehtë shqiptare. Faleminderit. Por ka një vërejtje. Po. Te refreni përdor fjalën alegri. Mundohu ta këndosh refrenin me fjalën gëzim. Gëzim s'ka për të pas për ne. e po thosh, allegri. Duhen tre roke, gëzim. Gëzim ka. Provoj. Duhet allegri. Allegri për ne, gëzim për ne të dy. Tani. Duhet gjejmë një fjalë Le të tjetër. jemi një fjalë. Ja ta mendojmë gjatë publicitetit. Okej. Edhe me alegri është shumë në rregull, ë, nuk ka ndonjë problem domun. Kush thoshte allegria kur dilte në skegë? Mike Bongiorno. Mike Bongiorno, Mike tash dilte në Bongiorno. skegë. Allegria! Dhe ti fitove krahun shpejt. Allegria! Shumë faleminderit. Vazhdoj me këngën tjetër, forca. Nga alegria ose gëzimi, do të kalojmë në melankoli. Nëse hashtagu ynë është Be Magic, hashtagu i këngëtarit nga Gjakova do të ishte Be Romantic. Sot ai bën ëndrrën realitet duke interpretuar këngën e tij të parë. Një këngë për të gjithë ju që prisni atë mesazhin ku shkruhet: "Më fal, të dua." Me këngën Oqean, Emanuel Mehmeti. Sa trendi. Zemër mos më bëj me faj, se faje ti ke dhe ti. Wow, të lënduar nga një fjale tani nuk ka
më këthim. Vazhdo, vazhdo, e ndjej në shpirtin ti. Vazhdo, vazhdo, më thua shlam të mirë. Edhe pse kam gabim, vazhdoj të ndjej ty pran. Se këtë shpirt e zemër do të se ndan ky oqean. Me ty nuk u lodha jo. Vetëm ty të doja. Ka shumë emocione. Ka shumë, po që është shumë e bukur si këngë më pëlqen. A e di atë njën kur zemra s'ka kontrol. A e di atë njën kur frym nuk ngihesh dot. Sepse dhimbjen qëm dhe trofen dur ke sot. Dhe vazhdoj të them unë ty. Vazhdoj të ndjej ty pran. Se këtë shpirt e zemër do të se ndan ky oqean. Me ty nuk u lodha jo. Vetëm ty të doja. Ishës beun me si një piano lënë pluhur pa një not. E se kisha menu në herë që portret me ndjekem sot. E për ty e hapur është kjo derë që ti të kthehesh dhe një Emanuel! Më trego. Çfarë procesi ndodh brenda një artisti kur është 2 me 2 dhe pret të fundit? Çfarë ndodh? Nuk di ç'a të them, isha, do të thënë, nuk e dija ç'a po ndodhte. Thjesht po mundoja të bëja më të mirën edhe kaq. Jul. Këngë e vështirë, një këngë që është një këngë e shtrirë që normalisht mbahet nga vokali, nga zëri. Fatkeqësisht, nuk e di, ndoshta ti ke ndonjë problem, një sëmurë, diçka ndodhi sepse vokali nuk ishte i pastër dhe nuk ishte i rrjedhshëm gjatë këngës, edhe kjo është arsyeja ime e të kuqes. Kishte nevojë për rrjedhshmërinë tënde, për fuqinë e vokalit, kënga e cila mua nuk më erdhi. Absolutisht, faleminderit shumë. Denis? Mua më pëlqeu shumë Emanueli, më pëlqyen pjesët e falsetit të tij. E di që ai është pa qef sot sepse u takuam në korridoret e Klanit dhe ka qenë me temperaturë. Dhe e di çfarë do të thotë të këndosh. E di çfarë do të thosh kur je i bllokuar dhe të këndosh bravo. Faleminderit shumë. Kelly. Dyja arsyet. Arsyeja e parë është ajo që tha Juli, sepse mu duke dhe mua që në një moment caktuar nuk e zotron të këngën, por ishte dallueshme emocion, ishte dallueshme një problem tjetër që ishte ekstra skenik. Arsyeja e dytë ishte zbavitse, jam zbavit për vdekje se Alash asaj të vendos.
djalë si ti që dhe kaq shpirt e kuptova gjithë emocionin tënd edhe beso. U vendosa në pozicionin tënd atje në skenë dhe dua patjetër të t'jap një shans sepse di që ti mund ta këndosh akoma më mirë këtë këngë. Kjo është një këngë relativisht e madhe. Dhe duhet t'japësh 100% tënd, në mënyrë absolute, kam besim. Faleminderit shumë. Dhe shkëmbeni me njëri tjetrin numrat e artistit tatuve. Absolutisht. Pjesë artistike është dhe kjo. Patjetër. Mua më pëlqeu shumë kënga që në fillim që kur nisi, ishte një këngë shumë e bukur edhe mos i jepja jeshile, ishte pak e padrejtë dhe këngëtari sa do ato problemet e vogla, po unë shoh si veten time se aty kam qenë vet vjet. Dhe di se çfarë është emocioni dhe di se çfarë është të jesh përpara një jurie kaq të madhe. Emanuel, shkojmë së bashku, Ana Vijojmë. Ka artistë të cilët e kanë për herë të parë këtë skenë, si unë, por ka edhe një artist të cilët trokasin përsëri në derën magjike. Në vitin 2022, ajo i përjetoi këtu emocionet e para dhe tani është gati t'i rijetoj edhe një herë me këngën Ma thuaj Aroilda. Ka kënduar dhe më parë? Po. Se kemi kaluar. Do t'i rëmbeja unë lule që kur nuk mi dhe Do i vendosja në vazon që boshti e le Do e gënjeja akoma në vetën për ne Do t'i rëmbeja të gjitha ato që t'i fshe Se kam një shpirë që pa më shqirë Po e përplas Kur t'pyse nuk do flas Me zemër do bërtas Akoma të dua Akoma të dua Dhe pse pa shpresë pa gëzim Ke lënë ti mua Akoma vuaj Për ty unë vuaj Të lutem ma thuaj Çfarë jam për ty ma thuaj Kënga shumë ngon emocioni. Po, shumë do bërtas. Është shumë lineare. Shumë. Do t'i haroja unë ditë që vetëm Shef Samiri ka boje kuqja para për. Nuk ka interpretim. Ne do t'pa gjumë kur të prisja dhe si she atje Do t'a gënjeja akoma unë vetëm për ne Do ndëroja për ty unë një zemër të re Se kam një shpirë që pa më shirë Po e përplas Kur t'pyse nuk do flas Me zemër do bërtas Akoma të dua Akoma të dua Dhe pse pa shpresë pa gëzim Ke lënë ti mua Akoma vuaj Për ty unë vuaj Kënga shumë e bukur. E thjesht po e bukur. Jo, Çfarë jam për ty e po. Aroilda kalon fazën e parë me këngën Ma thuaj. Çfarë ndodhi? Shumë antagonist ju të dy sot. Ne vesh kemi disa javë, kuptohemi më do. Çka ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Atëherë,
Kënga është një këngë e vogël me një ndjenjë shumë të madhe, kishe një moment aty do të bërtas dhe nuk më erdhi në asnjë moment emocioni. Për mua je shumë e ftohtë. Teknikisht mund të ishe korrekte, por parapëlqej një djalë që mund të gaboj, por ka shpirt, sepse kënga është ndjenjë, dhe nuk duhet të ishe kaq e ftohtë, nuk më dhe asnjë lloj emocioni. Përfshiu më shumë në këngë, që të më përqosht edhe mua emocion. Vetëm kaq të këshilloj. Keli, sigur nuk e mendon kështu. Jo, s'mendoj kështu. Domethënë sepse Jonida pret që ne këngën ta përcjellim në mënyrë fjalë për fjalë. Po tham do bërtas, duhet me bërtit. Po tham nuk bërtas, nuk duhet me bërtit. Jo, interpretimi ka të bëj me një formë tjetër. Jo ta bërtasësh në këngë, emocional, ta bërtas, ka edhe grintën, interpretimin vizual. Shiko. Ka dhe bërtitje të brendshme. Ta bërtas. Ka bërtitje të brendshme Jonida. Nëse ti do ashtu që të bërtasë. Ideja është që unë e kam menduar këtë. Do thënë e kam bërë prova para pasqyrës 1 milion herë. Si të gjitha Do me thënë i kam provuar edhe të gjitha variantet, po nuk e di pse dhimbja mua më vinte pak shumë më ëmbël. Është ndoshta edhe pjesë e natyrës time kjo. Unë jam pak më e tërhequr si natyrë edhe kështu i ndjej gjëra. Ndoshta, po mendoj, nuk po justifikohem. Juli, Aroida, herën e parë që unë kam votu kuqe për ty, si votoj Jonida? Jonida votoj jeshile. Mo Jonida. Zemër, je kualifikuar. Bëj shaka. Unë jam dakord 100% me Jonidën. Të njëjtin mendim kisha, por nuk jam dakord me atë pjesën që ti duhet ta bërtasësh këngën. Nuk besoj se i mungoi e bërtitura, i mungoi emocioni në vokal. Në vokal nuk ishte emocion, ishte një e kënduar lineare. Ishte pak e ftohtë e kënduara. Nuk e përcolli vokalin, ngjyrën e duhur që duhet i jepej këngës. Po, isha shumë e fokusuar për ta përcjell mirë teknikisht. Teknikisht ishte shumë korrekte. Ishte pikërisht kjo që mungoi. Jet. Atëherë unë kam këtë gjë që pse neve si këngëtar duhet të sjellim gjithmonë atë të shkuarën lart. Mund të sillet një këngë si puna e Aroildës për shembull që e solli qet dhe bukur. Mua më pëlqeu, nuk e di pse, por ndoshta më pëlqeu te teksti. Sigurat ka të bëjë me interpretimin vokal edhe vizual. Po ngatrohemi. Okej, ndoshta e kam kuptuar keq. Por që gjithsesi mua më pëlqeu shumë si këngë. Dhe Denis? Edhe mua më pëlqeu shumë muzika, melodia dhe përcolli shumë mirë, ishte shumë mirë teknikisht. Edhe më emocionoi, me thënë të drejtën, pjesa e parë njëri ishte shumë e saktë. Faleminderit. Faleminderit Aroilda, faleminderit. Java e 4 ka akoma surpriza, kemi dëgjuar vetëm 3 nga 6 këngë. Do të këndojmë për 2 tema sociale shumë të prekshme dhe në fund do të kemi një dedikim zemre. Që janë këto informacione kaq të detajuara? Po, pse jo? Po, madje themi dhe 2 të tjera. 1. Pas përfundimit të emisionit në faqen zyrtare këngamagjike.com mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar. Kujdes, mund të votoni vetëm një herë për secilën këngë. Dhe 2, nëse fillojnë ndryshimet e temperaturës dhe nuk jeni të kujdesshëm me ju zë gripi. Jo, këtë nuk ta lë, jo. Kjo është fusha ime. Nuk thash gjë, pse mos thash gjë taj lol hot? To çfarë shkruan këtu? Publicitet. Sipas urdhrit. Ndërsa unë them disa këshilla për ju. Energji timorëm dhe tani jemi gati për muzikë. Ju kujtoj se netët finalet festivalit do t'jenë në datat 19, 20 dhe 22 nëntor në Pallatin e Koncerteve. Ku vlen të kujtoj se të gjithë artistët që kalojnë fazën e parë do të kalojnë edhe një sfidë për zgjedhse përpara jurisë, në mënyrë që të jenë pjesë e netëve finale, por unë do doja të lidhesha edhe një herë pak me antarën e jurisë misterioze. Përshëndetje. Ja ty. Po. Do të bëj një pyetje. Për këngën e parë, do ta votoje me jeshile apo me të kuqe? Jeshile është okej, e kuqe është okej poshtë. Si do ta votoje të parën? Okej. Këngën e dytë si do ta votoje? Jo, me të kuqe. Po këngën e tretë si do ta votoje? E ke me pikpyetje. Okej, kënga e tretë ishte me pikpyetje, e dyta jo, e para po.
Taniana, do të më drejtosh ti se ku do të shkojmë tani. Jemi mes Shqipërisë dhe Italisë, sepse artisti i radhës është me origjinë shqiptare, por ka lindur në Caserta dhe jeton në Toskana. Sot ai ka një mision shumë të rëndësishëm me këngën e tij. Ankthi është një ndjesi që fatkeqësisht po e prek shumë gjeneratën tonë. Vjen me një thirrje shprese me këngën Numëron mbrapsht Alex. Interesante. Kam kryq, me ajo shirton, si kur të isha puzzle ajo do të më kuptoj. Mirë se vjen, më thuaj gjithë shka, mënyra si pëndijës besom që të normal. Lapsin zër, kohem fillon, tik-tok, tik-tok, durimi mbaron. Bëm para e të artisjat, e ashtu e që të jo i thot të fjall. Numëron mbrapsht, mos në zita pëdja pa pas, milisit e më trega që shikon. Teri të ter, numëroj mbrapsht, kokën e kthej bëjdja pa pas, e i tregoj e që po shikoj, për her të parë ti kërkoj. Për her të parë ti kërkoj. Shuher, pa nga pa druher, i vetëm ko kaloj, jetë si ti largoj. Strukem, bëhem grusht të lutem, ato që mi mesoj, sot të më ndimoj. Numëron mbrapsht, mos më nxito bëjdja pa pas, bilisit e më trega që shikoj. Alex, me 3 të kuqe kënga ndalë, si e mirë. Qka? Paka shumë mirë. Po Keli? Jo, do isha dhe unë e kuqe, por tema që ka prek quni është teme jashtëzakonshme që i përket këtij brezi dhe duhet marrë pak më seriozisht. Prandaj nëse do shkoni me 5 të kuqe në përfundim, ti ke një shile të madhe për temën. Pavarësisht se unë kam përshtypjen që Alex nuk është një djalë ose një fëmijë që ka përjetuar me gjithmonë ankth për të krijuar. Në fakt është e kundërta. Është e kundërta. Atëre e meriton të gjelbërën time. Vjen keq që nuk arritet ta përcjellë tek të tjerët të gjë. Jul, Nëse ti e ke sjell këtë këngë kaq të menduar mirë, në detajet e tjera duhet ishte menduar detajisht edhe vokali, edhe mënyra interpretimit që ne dëgjojmë këngën. Ne ndoshta nuk e shohim, mund ta dëgjojmë në radio, mund mos ta shohim. Nëse nuk na vjen nga ana vokale dhe nga interpretimit emocional, atëherë nuk ka ardhur kënga, nuk ka ardhur ajo që ti ke dashur të thuash me këngën. Pra, me pak fjalë, përshtes totalisht mendimin e Julianës, nuk dua të bëhem përsëritse, ekzekutimi i këngës nuk ishte në nivelin e duhur. Dhe diksioni punon shumë me fjalën se si duhet kënduar. Mu desh të lexoja tekstin për ta kuptuar. ti ku ke lindur? Në Itali. Ka lindur në Itali? Po, e kuptova, e dëgjova edhe nga ana, por dhe indjetet e Shqipja i italianizuar pak, por këtë Shqipje ishte rumbullakosur shumë. Perfekt, Alek. Denisa. Unë bashkoj me Julin dhe me Jonidën. Ishte një performancë e kuruar shumë mirë nga ana e veshjes. Fjalët e tekstit ishin shumë të bukura, por nuk më erdhi zëri. Gjet. Sa mund të them unë, thjesht nuk më erdhi dhe ishte shumë i qetë gjatë gjithë kohës, nuk kishte asnjë, si ta thuash, dinamik, nuk ishte ishte shumë një vi.
Alex, të shoqëroj, ndërkohë vijojmë me... Apo, shiko. Jo. Shiko, vazhdo, se më lejon të prezentoj në artistin e 5. Patjetër. Okej. Sepse e kam një qëllim. Kënga magjike, përveç se një dritare artistike, ka qenë historikisht një medium social ku janë dhënë mesazhe sensibilizuese, si ky që sapo dëgjuan. Një fenomen shqetësues është dhuna ndaj grave, të cilat tentojnë të japin fund jetës dhe ndonjëherë fatkeqësisht edhe fëmijëve të tyre. Atëherë ne ngrejmë këmbanën e alarmit dhe sadopak le të sensibilizojmë. Kënga që vjen tani titullohet Fari dhe është një metaforë e kantautorit për dritën e jetës. Është momenti të dëgjojmë këngën Fari nga Door 84. Dhe stuhia po afron, qelin decin tur bullon. Nëse shpresën fort shtrëngon, drica e farive zullon. Vetëm mos lëndo, jo mos e ndëshko, në heshtje mos vuaj, mendje ndriqo. Vetëm mos lëndo, jo mos e ndëshko, në heshtje mos vuaj, mendje ndriqo. Ko s'falas një sekund, tik, tak, tik, tak. Në thellësi mos u dorëzo, në bregun tjetër ti noto. Vetëm mos lëndo, jo mos e ndëshko, në heshtje mos vuaj, mendje ndriqo. Vetëm mos lëndo, jo mos e ndëshko, në heshtje mos vuaj, mendje ndriqo. La 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 la, la 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 la, në heshtje mos vuaj, mendje ndriqo. La 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 la, la 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 la, në heshtje mos vuaj, drejt farit plumro. Faleminderit. Door 84, pesi e shile Door. Urime. Atëherë, Jet. Mund të them që ishte Stefano. diçka ndryshe. Po. Ishte diçka ndryshe nga çfarë dëgjuam deri tani dhe thash, ndoshta publiku mund ta përqafoj si këngë. Mund ta kapi. E përqafoj dhe gjithë juria. Apo jo, Keli? Po, është këngë shumë e shkruar shumë mirë, është me goxha e guximshme, sepse ka një vokali dhe edhe gjithë pjesa muzikore duke sikur janë në kontradikt me njëra tjetrën, sikur zihen, sikur grinden me njëra tjetrën, është një lloj British rock që vjen këtu dhe është poezi shumë e bukur, është poezia e zotërisë. Door 84. Kush e ka krijuar poezinë? Mund ta marrësh mikrofonin? Po, i kam bërë vetë të gjitha. Tekstin, muzikën, vjen vokale. Jul,
ti si rocker, normalisht që duhet ta kishe interpretuar me më shumë grind, me më shumë forcë. Kishte disa gjëra që mungonin gjithsesi ti gëzosh pesë jeshile. E vlerësoj shumë. Jonida, Atëherë, ke individualitet, ke personalitet, një stil krejtësisht ndryshe që më pëlqeu shumë edhe mesazhi. Është pikërisht ajo që tha Juliana, jepi më grind refrenit, sepse vërtet jep një mesazh shumë të fortë. Denis, Dhe mua më erdhi shumë ishte shumë korrekt nga ana vokale, teksti ishte shumë i bukur, vetëm refreni duhet ishte pak më shpërthyes. Dhe notën e fundit kujdes. Në fund po. Ulë fund. Door 84, shërbej me mikrofonin, Ana vion prezantimin. Java e 4 po vjen drejt fundit dhe ju ftoj të ndisni dritat e telefonave sepse do e mbyllim me një balad zemre. Ai ka qenë pjesë e festivaleve që fëmijë e më pas adoleshent. Në Kënga Magjike 2018 bëri zhurmë me këngën Dhoma 403. Kush e mban mend e kupton se po rikthehet pas 7 vitesh Marko Strazimiri me këngën Mëkat. Sot gati një vit, çdo natë në ëndrat kam prit. A e ndjen dhe ti këtë mall që mbyt e vdes për zgjalli, se vërthyer sot të ndar të ftoht ne si acari, dhe pse sot nuk të kam pranë, të dua si ma. Zemrën në dorë e kam, të butha si zjarë, po zjarri më dojqi, të mbajta si tri, po nata mbuloj. Më katje ti, më katja mu, një dashuri që djek pa fundo. Të butha si zjarë, po zjarri më dojqi, të mbajta si tri, po nata mbuloj. Më katja mu, më katje ti, dashuri që t'jek pa fundësi. Pse më le në këtë udhëtim, u bë sot gati një vit që zemrën ti e ke shit. A e ndjen dhe ti këtë mall që mbyt e vdes për zgjalli, zemër thyet sot të ndar të ftoht ne si acari, dhe pse sot nuk të kam pranë, të dua si ma. Ti hesht, po zemrën në dorë e kam. Të butha si zjarë, po zjarri më dojqi, të mbajta si tri, po nata mbuloj. Më katje ti, më katja mu, një dashuri që t'jek pa fundo. Të butha si zjarë, po zjarri më dojqi, të mbajta si drit, por nata mbuloj. Më katja mu, më katje ti, një dashuri që t'jek. Koha më mësoj, pa ty si të jetoj, ku mbetëm unë e ti. A ku zemra ime si nderi. Butha si zjarë, po zjarri më dojqi, të mbajta si drit, po nata mbuloj. Më katja Ka shumë shpirt. Më katje ti, një dashuri që t'jek në pafundësi. Shumë faleminderit. Marko! Të them të vërtetën, unë i njoh mirë Antar të Juris dhe e di se sa e rept është Juliana Pasha dhe po e shija dhe thash, nëse ajo është jeshile, ti ke 5 jeshile dhe në fakt
Jam shumë i lumtur që e mora jeshilën e Julia. Shiko, ajo, Juli është shumë kërkuese. Që të marri 5 jeshilën në Pallatin e Kongreseve, duhet që t'jetë më melodios në fillim në strofat e këngës, t'jetë më pak më shumë i fuqishëm në refrenet dhe sidomos në pjesën e dytë të këngës të merre këngën përpara, sepse pjesën e dytë shtohen edhe vegla të tjera muzikore, i merr tjetër rrjet kënga, por fillimisht pjesën e parë duhet jesh shumë më melodios në të kënduar që ta përcjellësh ashtu siç duhet edhe mesazhin e këngës. Akullin e theve se 7 vite munges, kështu që Jonid, pra ta zotrosh skenën, ta zotrosh bashkë me këngën. Është një këngë që ti e ndjen, por mundohu që ta interpretosh të luash me nuanca. Dhe Denisa? Mua më erdhi që në notat e para kishte një timbër shumë të bukur dhe kishte një energji pozitive dhe prandaj e shtypa e para jeshilën. Më pëlqeu. Ndërsa kolegu? Unë vetëm do doja atë pjesën e fundit të jepje pak më shumë shpirt, sepse është fundi i këngës të sillet si një fund këngë. E po u lodhe, e dha të gjithë. Do i mbajmë me të gjithë. Marka Urime, faleminderit, Urime. Yjeve të kualifikuar ju shtuan edhe 5 artist. Kjo është forca New Artist. Të gjitha këngët mund t'i dëgjoni në YouTube në hashtagun BeMagic. Gjithashtu mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar në faqen këngamagjike.com ose mund të bëni follow në Instagram të Kënga Magjike Official. Ndërsa ju, Mr. Ardit, keni lidhjen misterioze tek regjia. Por më lejo të pyes vetëm diçka. Mishantarja misterioze e Juris vlerëson jo vetëm këngët dhe muzikën, por edhe prezantimin. A ka shumë vrejtje sot për prezantimin? Po pra, se ti e zbulove që në emisionin e saj, hello, antarja misterioze, ja ty. Po, flasim për prezantimin. Si do duk prezantimi sot? Po, e kem me unë qka? Po, Ana? Ana, po, unë jo. Jeshile për Keli. Vazhdon të marrësh jeshile nga Keli, nga Denisa. Të kuqe, bravo, Jonita. Nëse do varej prej teje, sa një artist do të kalonin fazën e parë për zgjedhse? Artistët, një artist bëuni gati çfarë ju pret në javën e 10. Pra, Keli me Jonidën duket se janë shumë dorë lëshuar në krahasim me 3 antarët e tjera të jurisë që do të vinë. Jam në efektin e Kelit. Okej. Tek unë ka ndikuar gjithmonë graci Jonida. Mirë, kur dëgjon muzikë avrapon, por nuk harron të kujtoj se do të takojmë sërish në javën e 5. Unë do jem së bashku me Energjin New Artist, me Kelin, Jonidën dhe këngëtarët e kategorisë Big, të cilët nuk do t'jenë më 3. Ja, të filluam prape, mund të ruajmë ca sekrete, mos jep gjitha emocione. Po nuk ka më sekrete, oba, rrjetet sociale i tregojnë të gjitha para se ne të mendohemi 2 herë. Pra javën e ardhshme kemi 4 Big dhe 5 New Artist. Paqim! Paqim!